çfarë ka gjetur dhe çfarë ka kërkuar vetë strategjia për sundimin e ligjet. Ideja fillestore e reformës, e përmendi shumë mirë dhe gjyqtari Burim, është se ka qenë që të bëhet një reformë graduale, duke ditur se reforma nuk bëhet brenda notës. Mirë po që fatkeqësisht përkundër kësaj, përkundër që kishim një dokument për reformë të bazuar në evidencë dhe një reformë graduale, prapë se prapë në kuptim të reformave të thella, nuk dolën pe kësaj logjikës së të bërit reforma ditore, për të ndjekur strategji mirë, por që prapë se prapë lujtëm me kësi versione 13, 9, 7, dhe për ma tepër, ka ndodhur reforma në Këshillin Prokurorial të Kosovës, por që ligje për Këshillin Prokurorial të Kosovës është përsëri në proces të ndryshimit, në kuadër të deklaratës së përbashkët të zotimeve. Pra thjesht nuk është pas si dokument adekuat strategjik. Ka avansu Këshilli Gjyqësor i Kosovës, mirë, po çostin që e ka pas për shembull, Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk e kanë pasur institucionet e tjera. Vetë qeveria, për shembull, jo nëse cilin e rast, nuk e ka harmonizuar planin legjislativ me aktivitetet e parapola në strategjinë për sundimin e ligjit. Dhe për këtë arsye do të thotë në këtë situatë, duke mos ndorë buxhet mjaftueshëm për institucionet e tjera, duke mos e porë si dokument adekuat strategjik, duke mos e respektuar atë në frymën dhe në qëndrimet e saj, definitivisht se kjo strategji nuk i ka arritur rezultatet e saj. Dhe më duhet qëtari përmend që për një vit nuk ka posur strategji, një vit ja ka humbur qeveria strategjisë për faktin se nuk e ka miratuar planin e ri të veprimit dhe si e tillë strategjia nuk ka posur mundësi që të zbatohet. Madje edhe Këshilli Gjyqësor për shembull, ata ka pas mundësi që ndoshta ta nxjerrin kuptimin, thelben asaj çfarë ndodh brenda strategjisë për studimin e ligjit, po për atë vit aktivitete nuk kanë pas, për shkak se nuk ka qenë i miratuar plani i veprimit. Zoti Ademi, në raport përmenden disa zhvillime që janë pozitive në gjyqësor, siç edhe i theksuat edhe ju. Po më intereson nga perspektiva juaj, çysh ka funksionuar për shembull themelimi i gjykatës administrative, tu e pas parasysh që ka pasur një gjykatë të re, por që nuk është përcjellur pra me përkraje të nevojshme buxhetore. Sfidat njëjta të ngjashme ka pasur edhe në krijimin e gjykatës komerciale. Pra në kuadër të këtyre viteve të zbatimit të strategjisë, çu shim pa këto? Padyshim që krijimi i dy gjykatave të reja do thotë detyrimisht me nxjerrjen e legjislacionit duhet përcaktohen edhe linjat buxhetore që domosdoshmërisht duhet të funksionojnë ato dy gjykata. Në këtë kuptim do thotë për këto dy gjykata, përveç se janë konsumuar gjyqtar nga kategori tjera brenda departamenteve të gjykatës themelore, ato tashmë kanë mbetur të zbrazura, ato vende për arsye se është dashur të transferohen gjyqtarët në kuadër të gjykatës komerciale dhe të gjykatës administrative. Shto këtu edhe stafin administrativ dhe në anën tjetër, qeveria nuk ka ndarë buxhet për sa i përket mbështetjes për këto dy gjykata. Dhe në këtë kuptim, do thotë, kjo afekton jo më vetëm këto dy gjykata në stërzgjatin e proceseve, në trajtimin cilësor të landëve, në çasjen e drejtësisë, në transparencë, por kjo bën një dëm në mënyrë të tërthërt edhe në kuadër të gjykatës themelore, gjithsesi në departamentet nga të cilët janë marrë sektorët e zyrtarëve administrativ, bashkëpunëtorëve profesional, por edhe të vetë gjyqtarëve. Në këtë kontekst do thotë ka krijuar shpeshherë probleme për shkak se legjislacioni është miratuar, në anën tjetër nuk janë përcjellur me detyrimet që burojnë për zbatim të atij legjislacioni. Dhe normalisht që ka krijuar padyshim probleme edhe në kuadër të sistemit gjyqësor, edhe në përmbushjet e objektivave që ka paraqë planet e punës të sistemit gjyqësor. Si shpjegohet kjo kur ka miratim të këtyre ligjeve që janë teje të rëndësishme, sidomos për reformën në gjyqësor, që ka një qëllim që të ketë më shumë qasje qytetari në drejtësi dhe në të njëjtën kohë mos të përkrahet në aspektin e buxhetit, pa cilin pra mund të ketë rezultate spaku ashtu siç priten. A konsiderohet kjo si një lloj ndërhyrje, sepse në vazhdimsi e kemi theksuar që mungesa e përkrahjes buxhetore nuk përkthehet ndryshe përveç se si ndërhyrje në pavarësinë e gjyqësorit. Kjo në radhë të parë minon besimin tek publiku kur ti detyron sistemin gjyqësor që të zvarres procedurat dhe pamundson çasjen e drejtësisë dhe jep dhënien e drejtësisë brenda kohës. Pra efektivisht krijon minim të besimit publikut.
Një biznismen sot që ka një çështje kontraktuale për ta zgjidhur në gjykatën komerciale, kur i duhet që për investimet e tij të pres, jo vetëm 6 muaj, po i duhet të pres një vit e gjysmë, për shkak se nuk ka resurse të mjaftueshme për të trajtuar çështjet, normalisht që do të ketë efekt, edhe në kuptim të zhvillimit ekonomik, edhe në kuptim të investitorëve, edhe në kuptim të sigurisë juridike, për të gjitha këto do thotë minon besimin e publikut. Dhe në këtë kontekst, përveç se minon besimin e publikut, kjo patjetër që është cënim i pavarësisë së sistemit gjyqësor, përderisa ti e kushtëzon që përmes aspektit financiar të pamundson përmbushjen e detyrime kushtetuese dhe ligjore. Zoti Krasniqi, në raport evidentohet se sistemi prokurorial ka sfida në trajtim të rasteve të veprave penale karakteristike siç janë korrupsioni, krimi organizuar e po ashtu edhe konfiskimi i pasurisë. Ky dokument strategjik shumë i vlerësuar, a ka prodhu edhe ndryshimet prekshme në punën e prokurorisë? Para disa dite Instituti Kosovës për Drejtësi ka publikuar një raport, reforma ngësh dhe e kam lexuar me vëmendje të shtuar këtë raport, ndonë se në raport evidentuan disa mangësi të zbatimit të kësaj strategjisë që për mendimin tim i kom ndonë në 3 pika. E para ka qenë problemet politike që kanë shkaktuar vonesën në miratim të legislacionit. Dyta ka qenë ajo që ka tha kolegu Gzem sa i përket mosnxjerrjes planit veprimit për një vit, dhe e treta mos buxhetimi i aktiviteteve. Kur jemi të këto veprat penale karakteristike, ne e dim që edhe për nga natyra këto raste ose këto vepra janë kërkojnë trajtim më të veçantë, kërkojnë specializim më të veçantë prokurorëve. Megjithatë, për vitin 2025 janë dikun lëndë korrupsionit që janë zgjidhur janë dikun 75.82% lëndëve nga lëndë të pranuara po flas. Krahasuar me vitin 2024 ka një trend të rritjes, edhe po ashtu rastet pranuara në për vitin 2025 janë zgjidhur sa i përket krimit të organizuar që bien në domenin e prokurisë speciale. Ajo që duhet të them këtu është që në vitin 2023 kryeprokurori i shtetit ka nxjerrë një ushtrues i detyrës, ka nxjerrë një udhëzues të thjeshtësuar sa i përket çështjeve të konfiskimit të pasurisë dhe sekuestrimit. Ky udhëzues ka pas për qëllim thjeshtësimin e procedurave, dhënien e udhëzime për prokurorët në mënyrë që ta zbatojnë në mënyrë më efikase le të themi ligjin për kompetencat e zgjeruara dhe vetëm vitin po paraqes disa statistika zyrtare sa i përket konfiskimit dhe sekuestrimit. Në vitin 2023 janë dikon 87 milion pasuri të sekuestruar, kurse janë mbi 23 milion pasuri të konfiskuar, kurse për vitin 2024 janë dikon 48 milion dhe vitin 2025 64 milion. Pra, ka një avancim sa i përket aspektit të sekuestrimit dhe konfiskimit. Dhe po ashtu, në vitin 2024, për njohurinë e juaj dhe të publikut, është themeluar zyra për rikthim të aseteve në kuadër të zyrës së kryeprokurorit të shtetit, e cila zyrë i ndihmon do thotë prokurorëve në lidhje me veprimet hetimore sa i përket gjurmimit dhe identifikimit të aseteve përfshirë ato brenda apo jashtë vendit. Detyrimisht gjithçka edhe në raporti juaj identifikon që problemet lidhen shumë me aspektin buxhetor dhe rrjedhimisht kur ka kufizimin në aspektin buxhetor, ka vonesa në procedura, ka trajtim jo adekuat i rasteve dhe rrjedhimisht ka një rezultat që nuk na pëlqen dhe kur ka një rezultat që neve nuk na pëlqen, atë kemi të bëjmë me atë që quhet minimi i drejtësisë ose perceptimi i qytetarëve në sistemin prokurorial. Prandaj këto sfida e mira e këtij raportit juaj është që në rekomandimin e parë me të drejtë theksohet që është obligim institucional që në ato pika ku nuk ka nevojë ndryshimi i legjislacionit, institucionet obligohen që të planifikojnë kuadrat e planeve të tyre të punës, përcaktojnë aktivitete dhe e kuptoj e mjaftueshëm mirë atë që tha Gzimi që mungesa e planit veprimit po është e vërtetë dhe nuk mund të arsyetojmë mungesën e planit veprimit, megjithatë nuk duhet institucionet me prit që të kenë planet veprimit për me adresu ose si thuhet populli me kry detyrat e shtëpisë. Prandaj po mungesa e planit veprimit e ka indikuar atë që ne mund të themi s'ka pas planifikim të mirë, s'ka pas raportim dhe s'ka pas koordinim ndërinstitucional, po kjo asesi nuk i ka
pengu, le të themi, institucionet legjizlatuese që t'i kryejnë detyrat e tyre. Nështë ta mund të pajtohem deri diku, po fakti që nuk ka pas plan